Do doja të kthesha pak tek formati I reality show-t. Jo I një reality show konkret, po formati në vetveten, në tërësinë e vet. Se e di pse ta bëj këtë pyetje, dua të kuptoj. Çaja deri ku arrin intriga, po them, në raste konkrete. Ne e shohim nga televizori, diçka kuptojmë, po ju që keni qenë brenda. Do të jap një, nuk di të them për intriga, po do të jap një, le të themi, një mënyrë që si zgjedhin individ. Bravo, se këtë doja, po s'po e shpreha dot pra. Si zgjedhin individ caktuar të jenë protagonist lojë. Ma thuaj. Po të jap rast konkret, domethënë erdhi një pikë në formatin që isha, që unë po kisha turp që të tregoja diçka që mund kishte ndodhur realisht në jetën time për shkak të situatave të shitura dhe të shtirura që tregoheshin nga individ tjerë. Kupton? Unë e pash çfarë po ndodh vëlla. A kupton? Një sekond, situata të shtirura. Po në 99% raste. Po thua për historitë që tregonin personale. Po, patjetër, çdo gjë se nuk janë, nuk po dua t'i referohem konkretisht atij reality show, po se kam përshtypjen që kjo ndodh në çdo reality show. Jo, ajo është zgjedhja e individit për të qenë protagonist në lojë, se si zgjedh të shtirt apo të viktimizohen në sytë e publikut, sepse mendon që duke u viktimizuar në sytë e publikut ju do japi akses për të bërë një lojë më. Dhe mund të shpikë edhe historira? Jo mund, po kanë shpikë që I kanë luajtur telat, a kupton? Megjithëse ke. Po ti do t'i marrësh për skenar. Pas bëhet fjalë, nuk po të them, arrita në një pikë që për zotin kisha turp tregoja një histori, një ngjarje reale që mund kishte ndodhur, imagjinoj, diçka që unë kam faktike, që më ka ndodhur duke qenë 2 vjeç, nuk e tregova dot, sepse këtë historinë që thash do dukem edhe unë si shembull I këtyre që po trillojnë dhe po shpiken dhe po sajojnë gjona thjesht për të viktimizuar sytë e publikut. Po si e bëjnë kështu kaq kollaj? E bëjnë sepse tash varet nga njeriu, domethënë varet se si do ta zgjedhësh ti rrugën e famës. A aktrojnë atje? Aktronin po them apo shfaqnin unë flas për anën më egoiste të vetes? Unë flas për zgjedhjet individuale të lojtarëve, nuk flas për gjona tjera. Kupton se ata se diun, nuk kam pa diçka që tjetë apo të më të thënë diçka e kësaj natyre që ti duhet bësh ti duhet bësh atë. A kupton? Unë them që aty është lojë individuale, që çdo njeri zgjedh. Po, është zgjedhje personale secilit. Çdo njeri zgjedh të luajë lojën sipas vetës. Ai shua koncepton, do të jetë arrogant, do të jetë egoist, do të jetë dinamik. Po si është e mundur që ti ta mbash një profil bjellafi për 6 muaj, për 5 muaj, pra profilin e arrogantit, profilin e konfliktualit. Ore mbajnë dhe bravo I shoft. Jo, nuk kemi pas ndonjëherë ne të bëjmë me një profil konkret nga fillimi në fund. A kupton se ne kemi parë shpesh herë në gjyrimet që I veshin karaktereve personazheve të tyre, kupton. I herë janë egoist, I herë janë dashamirës, I herë pozitiv, I herë negativ, kupton sepse është një kohë gjatë për të qenë një personazh që ti nuk je në të vërtetë. Po prandaj po të pyes, se vjen çudi domethënë, si mund të aktrosh, po them dhe a duhet jetë lodhshme, domethënë nuk e kam parë shumë. A ka pasoja psikologjike kjo gjëja realisht? Mendoj që po. Mendoj, po patjetër që duhet të ketë pasoja, sepse tjetër mendon se je dhe tjetër shet. Kjo është e gjitha. Dhe normalisht kjo do lejë një njollë në karakterin apo psikologjinë e individit që bën tilla lojra me karakterin e vet apo me personalitetin e vet. Patjetër që do ketë edhe çrregullime të personalitetit pasaj, kështu shoh unë paktën. Edhe historia ka treguar që ka pas raste që kanë pas çrregullime me personalitetin më vonë që kanë kanë bërë sjellje shumë tuta denigruese më tepër. Ti arritë dot që ta përballoje psikologjikisht të qenë 24 orë nën kamera? Jo, unë se kisha duhet I kuptoj realisht, prandaj të pyes. Unë se kisha fare komplekse në aty të pjesa. Le të themi unë isha I përmbajtur që mos të dilja, le të themi mos të bija në nivelin e lojës që ishin tjerët. Nuk desha kurrë që të bëj dhe unë siç bëjnë këta sepse kjo do më japi lojë fare valla. Unë isha vetja ime aty, e kupton? A vetëm gjë që unë jam treguar shumë I kujdesshëm ishte me fjalorin. Isha sepse në përditshmëri tash e kena ngel mos më bëu kot tash. Na kanë ngel në fjalë, në batute, pisët ose ndaj gjë që është etike, e kupton? Dhe vetëm kujdesi I madh që un kam pas në atë format ka qenë kjo. Që thash në moment në jacarim nervash mos të nxjerr nga goja në fjalë që është etike. Edhe ky ka qenë betejë ime më e madhe me veten, cilën unë kryeva me sukses. Pastaj pjesë tjetër nuk është se kisha ndaj mundim sepse I shifsha tash ore, unë këtë lojë ta bëj kurrë. Nuk du të dalun në një shfaqje televizive të dalë si dikush që jam. E kupton? Sepse çam ngeli. Kjo është e gjitha. S'po bëj film, se po të bësh film, okay, dihet që është film dhe hajde, kurse aty populli I shkret e merr çdo gjë të mirëqen. E merr të mirëqen? Edhe mendojnë që ti je ky që sepse kur ti bën film dhe në fund ditës tjetri shijon, preket, emocionohet, qesh nga filmi dhe në fund ditës e din që është film.
Po në një reality show pjesa më e madhe e din që jo, sepse reality show këtë ka mision e vet, për të qenë autentik, për të qenë origjinal, edhe për mos pas shtirje, kupton? Po këto individ saktuar bëjnë, s'po them që e bëjnë gjithë, mos i ngatëroj gjonat, po ka një pjesë e mirë e bëjnë. Prandaj më duket shumë e lodhshme ta bësh për muaj të tërë. Unë s'do ta kisha bërë dot vetë sinqerisht, nuk e di, mbase unë them ta provosh një herë. Mundet e ta provoj një herë. Kemi të bëjmë me shqiptar, që këtë nuk e bëjnë vetëm në reality show, po e bëjnë çdo ditë jetës vet në raport me njerëzit, e kupton? Shtiren dhe hiqen dhe mbeshin një fasadë që realisht nuk janë vetvetja. Tash kjo ndodh jo vetëm te shqiptar, por gjithë botën ke njerëz që tash për arsye interesi, për arsye të ndryshme, shtiren dhe shiten si njerëz që realisht nuk janë. Siç ndodh me mashtruesat që janë vërtet lart e poshtë. Ato i shtirë sigur është number 1 në Shqipëri për pasuri, për prona, për biznese, dhe në fund fare del fali për shprehjen halabak. Kena tillë plot individ tillë të kësaj natyre që e bëjnë jetën reale, jo më një reality show. Jo më reality show, që i luajnë fen. Filmat e tu të preferuar cilat janë ti lëm këto zhvillimet e realities edhe ka shumë. Unë po flasim për filma shqiptare jo i herë, po flas për filmat huaj. Nuk sheh filma shqiptare. I shoh gjithë ndjek. Për vetëm arsye që i ndjek filma shqiptare është që në filmat e mi mos ket kur skenat ngjashme apo që duken sikur kam kopju apo kam imitu X film apo X skenë të dikujt, a kupton? Ky është vetëm arsye sepse ndjek çdo lloj filmi shqiptar që den kinema. E them shumë troç, pa dorashka. Jo se ndjek për të ndjek artin apo më the thash, është edhe kjo kurioziteti, por më shumë ndjek që them në filmat e mi mos të ketë kur s'ndon në Shqipëri, sikur nëse ti bën diçka pa hir, pa dashje ose nga rasia del diçka ngjashme me dikujt tjetër, thotë ma ka vjedh mua. Po. Edhe e binde që si e vjedh. E kupton. Po. Ja e ta përdorin sepse nga historia ka treguar që sa raste ka pasur i kanë përdorur, jo ma kanë bën mua se unë kam bën kështu, kam bën edhe për të shmang këto shkojnë ndjek dhe pastaj është pjesa tjetër që ndjek për të suportuar le të themi. Pra dikush shkon për të parë një film, shkon me fletore me sinolaps. Ja, thjesht unë nuk marr kurrë shënime të filma të tjerë, nuk është se jam natyra për të kap detaje, defektet e filmat që e shih se ka boktë, si sa ka botë. Për mua nuk janë interes ato, sepse çdo film shqiptar apo çdo film edhe Hollywood ka filma që kanë defekte tash. Edhe tash çka kot me bë, tash me kënaqje egon time e shi sa ka bëj gabim. A thosë se do ta bëjun gabim edhe po kënaqem me gabimet e tjetrit. Nuk e shmang dot gabimin në film, për shembull te montazhi ose te detajet, nuk e shmang dot. Okej, mund ndërtosh një histori, një marrëdhënie shkak pasojë, një kronologji shumë të saktë historisë, që mos çdoj, po për pjesën e defekteve pastaj nuk e menaxhon dot. Flasim për Shqipëri herë se menaxhon, kur marrim parasysh që ka defekte në Hollywood, çfarë jemi ne? Çfarë do mendosh për ne, po, patjetër. Dhe për të ndalur tek filmat e tjerë, për shembull filmi i gjitha kohërave që ti do ta sugjeroje për të gjithë. Konkret nuk është se ka ndaj film, sepse thash nga që ndjek shumë filmat huaj edhe tash me emrat jam lamsh, po puna është filmin që pashë ishte protagonist një shqiptar në një serial londinez, Gangs of London, nuk e di nëse më lejo ta përmend si emër filmi. E kam parë, e kam shijuar atë film. Ishte edhe filmi që është edhe ky Tom Hardy, protagonist kryesor, Moblandi, që është serial dhe ky Peaky Blinders, po ashtu Prison Break është shumë film serial interesant që kam dhe pastaj janë filmat. Ai filmi i parë Gangs of London është në Netflix, mos gaboj apo jo? Është në Netflix. Okej, shumë, do të jetë një sy. Edhe jo, është shumë interesant. Është interesant sepse shef një farë, le të themi, historie të shqiptarëve që janë përfshirë në botën e krimit, në botën e errët në Londër, e kupton? Edhe rëndësia. Se mund duket paragjykuese shumë, se nuk është filmi i parë, kam parë ka qenë. Jo, nuk ka, shiko, ajo Gangs of London ka të bëjë me gjithë mafiat që operojnë në Londër. Janë disa mafia. Nuk është se flet për shqiptarët. Jo, ajo është një ndër. Jo, po edhe kjo përfshirja e kam parë në disa. Nuk i kanë dhënë ngjyrime negative shqiptarëve, ëh. Okej. Për shembull, është personazhi kryesor aty që performon, le të themi, të i kanë treguar pavarësisht të natyrës ftohtë, gjakatare, më të thash tek personazhet e kanë lënë dhe një anë shumë ndjeshme sentimentale te kur vjen puna te familja vet, a kupton? Që te pjesa e këtyre
mafjave të tjerë nuk ishte, kupton? Nuk ishte treguesi detaj dhe mund bëni shumë përshtypje, thash si ka mundësi që i kanë dhënë kaq shumë rëndësi pjesës emocionale të një shqiptari, e kupton? Dhe ishte shumë interesante në fakt. Për ne më pëlqeu shumë interesante. Do ta shohim se na u ngacmua kurrë. Do të jeni sy më kurios me imitimet si ke qenë. Pastaj s'jam më fare, me thon drejtën. E kam lënë. Jo sa kam lënë se s'kam pas kohë. Ti vazhdon hedh materialin mos gaboj në Instagram. Kam hedh disa kështu, ka qenë një Bulqizaku. Alo, jam nga Bulqiza. Kam qenë djeta ambulanca Bulqizë mjeku dorën, edhe një tjerë një bencizi me trafikant të brenda. Ishte një qun edhe një vajzë brenda. Ndërkohë që ky e pyet se është në një emision mëngjesi, pyet ku e peti tha që ishin trafikant. Po jo ti qun tha, po këto kishin kufje në vesha, orti gjallë. Edhe kam marrë ambulancën e Bulqizë, e kam marrë policinë e Bulqizë, e kam tregu për rastin, e këto më kanë thonë se do marr masa, pas një masas një gjas kanë marrë. Është policia shtore, më ti qon. Dallon dialekti i Bulqizës nga i Dallon pak. I Peshkopis dallon. Po unë që se njëja deri tani dialektin e Bulqizës. Po jo, ky fakt nuk është tamam dialekti i Bulqizës, sepse edhe zonja thonë në bazë komenteve që më kanë ardhur në rrjetet sociale, nuk është nga Bulqiza, është e ardhur në Bulqiza në këtë. Është i ardhur, nuk është hyni, është i ardhur. Ne mor këto muhabete. I ndjek, domethënë shiko, unë e kam i gjë për të Kush është dialekti që ti dita imitosh më mirë? Po di, pra besoj, kam Elbasani, frate, ç'e bën, ç'jeti bën. Kanë mish me langë, ndaj paçë kamë, çka keni bën? Mi keni qenë? Ose hapi nepsin tani. Pastaj është gjithë po thuaj se një formë gjitha dialektet. Brezi për voçkë ç'bën. Bre la çfarë bën atë mbëllta mendja. Gjono, to robello. I ma. Apo dalë një roçarë të bëjmë. Do la fosëmi për filma apo do la fosëmi për dialekte belala, çfarë thua? Po edhe për dialekte. Po mirë e bëjmë, çfarë thua? Edhe po ka qenë dhe tjetër një kështu që nga Kavaja, që ishte ai fatkeqësisht ishte përfshirë një situatë shumë tuar familjare, po që u bë shumë viral. Më thonë drejtën. Erdha shtëpi, i toqa i dush, e në thash, po shaf cik lajme që i kam pik dopt. Kishë në zonë gjumë në krevat, ku të qoha mu, në pys gocën, hashu, pa mama, hasha, lasë erdhe, jo ha mu. Në rejta shkoj para shtëpi, sa hash, mos ka shku të mirë lopën, e i ka gjujt lopën shkel. Dalë para shtëpis, ka gjot, dalë me para shtëpis, ku shafun, nërsin 12 metra, 2 persona. Ky me njerë jush, kishte pas fut fokën. Kur afrova pa shortës, kjo më tha mu vetëm kaq, të martëm gocën e ma bë mishin të më topat. Unë të afruan aty, ky po bënte sikur po ulante në qezëm. Edhe kështu këto story, këtu ka qenë le të themi Pastaj ti ja, e di çfarë duam më përse kjo. Pas ka qenë e flishme, vetëm kaq edhe kaq. Po, e thash unë, ti ta bësh të punë, ti pas e pëlqen e fullishme. Është edhe tjetra që thotë që gjithë meseleja, gjithë belaja aty edhe shkon ky tash dhe gjithë siteti më i madh i këtij ishte që nuk e dija ku kishin çan rrjetën ime. Besoj dialektin e Tiranës e ke tati, nuk. E kam, sidomos se pjesa për shembull te fati, nuk është se kam timin, po puna është që kam net me njerëz që janë realisht shumë në zona të thella të Tiranës, të fshatrave të Tiranës, edhe ato kanë gjithmonë gjyrime në atë dialektin e vet. Edhe unë këtë kam bërë te personazhi Fatit te filmi Falli. Kam pas biseda me tillë njerëz, më tash edhe le të themi kam vjedh në thojza një formë dialektore të një katonare të Tiranës, po që është nga fshatra të thella të Tiranës. Për shembull, se ne nga Picalli nuk është se kena shumë të theksuar të pjesë. Për shembull, po të shkosh sikma ne kanë hën. Që është një fshat kufi me peshinin, për shembull, ama çahuti. Sa të i hashun e ti, pa im hamu që nuk bëhet i më bet. E kupton? Këta kanë pjesë. E kanë me hën, domethënë. Edhe unë nuk kam zgjedh të formë të folur dialektore, por kam zgjedh një formë që të jetë disi më ta, më që bëhen mirë, më që bëj, hiç për zotin, qofse gjithë këtu. Këna ardhëm këton, që esmë një bidon qumër të im këtë në qytetë, që më gjubë në gosë mirë, që më bëmë mo.
E kupton, kanë pak të zgjatura këto bashkëtingëllore. Po xhirimet e fallit në çfarë fshati Tiranës e më? Xhirimet e fatit, unë faktikisht po gjesha një shtëpi që të kishte një tualet jashtë dhe një kacolle lope afër. E kupton se normalisht në skenar ashtu kisha imagjinuar, ashtu kisha ndërtuar dhe ç'a ndodh, po kërkoja në fshatra, s'po gjeja dhe në janë më erdhi mirë, thash shqyr Zotit, thash që pas kanë hec, pas kanë bo progres njerëzit, pas kanë mo hale jashtë, sepse është siklet, se unë kam pas veti kur bajo për jashtë, dhe di se ç'është siklet, sidomos dimrit. Edhe s'po gjeja. Tash babi im është kasap në profesion. Edhe puna e tij e doj që ka lëvizën shumë fshatra Tiranës që blen viça, dele, lopë, kupton, edhe i thash baba, çfarë bab, thash po më gjej, bab, thash në shtëpi, thash ka tualet jashtë. Po të pyes herë baba, thamu, nëse më kur merr telefon ishte në fshatin Allë Gjatë, Tiranës, është diku matan kombinati tani. Kisha gjetë një shtëpi, shtëpia korrespondoi të ishte fiks siç e kisha imagjinuar unë. Për fatin tim të mirë në tualet jashtë, domethënë ajo nuk ishte funksionale tualete, po thjesht i kisha ngel aty. Ishte ngel aty po. Edhe banjo, edhe kasolla lopës afër, një pemë që mu deshte mu isha afër shtëpisë, ishte gjë, domethënë skenografi si e ndërtuar me fiks për filmin, e kupton? Aty për vetëm për kësaj shtëpisë shkova dhe xhirova gjithë edhe filmin e parë dhe filmin e dytë atje. Bukur, bukur. Po është zonë e bukur, zonë interesante, ka pavarësisht se nuk ka infrastrukturë, po ka le të themi ka një liçen, ka ça shef syni me pak fjalë. Nëse kisha dëgjuar Allë Gjatën? Po si? U bën vite në Tiranë dhe realisht kam vizituar shumë pak. Allë Gjata është zonë që ka mish. Unë kam diur shumë që sillin mish nga zona e Allë Gjatës. Po. Për ne ta lidhur se plaguam pas sapo të normal. Po nga këto me këto dialektet e veriutësie. Më erë. Çish do ta bëj? Ta të bënin dibran. Ta bëjnë në shtomë, për që du është e, po. Qish do hash sët? Qish do hamë më bukë, së me hangër. Qa të ketë që të e? Me pilaf? Po me pilaf, me flaj, qish të ketë mërë mo? Ja, lejt të buka s'ka naze mo, ha që të kish me hangër, më bë shumë të ngëllajk. Ore, mirë që invitoni, mirë që qeshni, edhe qeshim, po të shkeni më në stomakun tim që më ashdoni të ngëllajk. Po kimi piti? Kim tha mund që gjahash sot, nuk tha në gjatë tjetër. E o shkreta. O bira, a ka pe këto? I kanë bura celosa. O birë, më i kap kamërë sa të digrajt për para. Ha, o qashto? A ka pe këto? është një shprej, ka pe mërë qatëj qëtahej qëtëj. Kush është? Një sekundë se s'po më kujtohet. Qatëj qëtahej. Çata të shtahaj nuk e kam gjuhë, po është tjetër, po është çik banale, është që zuta. Se bëj me pip. Jo. Është ato sa kam shumë fiks për lesës, pa them, nuk kam se si gjej ndaj sinonim, kështu që më mirë. Ishte ajo me pyllin. Me pillin, po pilli s'ka ne xhamu për men pilli, se pilli është ambient mjedisor që na mundën na më shku për pillin. Dhe un kam dalë në një fushat sensibilizuese për pillin, për mbrojtjen e pijeve dhe për mbrojtjen e pillit. A më men para do muj si fillon të djek pillin, në gjitha andë fillon të djek pillin. Unë i thosha, mos me pillin, se pa pill s'ka jetë, dojni pillin, brojni pillin, ato, vetë se me brojt pillin, shkoshin i vishin flakën pillit. Që bëhat bërbur? Po me këto, me pjesën, po them këtej, se kjo është e Dibrës, po them, me pjesën e Shkodrës ose të Kosovës. Po edhe në Shkodrë po të punoj pak me në Shkodrën tavolinë sikur një orë me përshtas mos në dialektin nuk është ndonjë problem i madh më ta morsha. E kanë këtë që duhet ta bësh këtë mënj. Ma kjo është egzageruar pastaj më se nuk e kanë Shkodrën ditë. Kjo në rrjetet sociale ju përgatituni të dy bashkë se çka ka për t'ju ndodhur nga koment. Jo, ne s'kam më çfarë bën. Apo pesipe çka ku. Jo. Mare. S'po di si me ta thonë t'i qysha. Se unë e Shqipe qato a erdi qa i Shqipnijës me na imitu natë Kosovë, sa? Po, ani se kur t'vije këtu, bol betja kena bo prej ca ti rastit funit. Po na,
Po dhe. E bukur se më vune, kam pas probleme shumë mëdha me popullin tim të dashur të Kosovës. Kam parë në program. Po pse more, pse ç'a ishte ai muhabet? Tani hajde sqaroj një herë për gjithmonë këtu. Ç'a thash? Të thash që shqiptarët nuk i duan kurrë mesazhet drejt për drejta sensibilizuese me ja hap syt, e kupton? Normalisht ishte një faktor midis lojtarëve që ishin në atë reality show. Sepse u ndan gjonat shumë krahinore, është i Kosovës, është i Shqipërisë, është i Laçit, është i Tiranës. Pse më valla, ne jena shqiptarë në funditës, ne s'po shkojmë aty me konkuru në bazë të trevave apo në bazë të prejardhjes apo krahinave ku jemi. Po edhe një njeri vetëm s'mund përfaqësoj një popull. Se përfaqëson dot. Edhe më bën mu rrezil populli im i dashur i Kosovës, sa që arriti puna me më thonë. Ke marrë shumë kërcënim, a? Pafund. Arriti puna me më thonë guxohesh ke në Kosovë. Ani Shqipe me ardhe, muish me ardh Kosovë Shqipe se ku no s'pakina me të bon dhe ti ke si përfundim asi gjë. Unë shkova Kastile. I të hyp motorit edhe i ka vetëm, se thash mos marrën qafë shokët e mi, se më për vete isha përgatit se mund të hasat e dajakë. Edhe shkoj, bëj dhe video në Kosovë edhe për te gjithave, sepse normalisht nuk duhet të ndikohemi nga x individ ignorant që komentojnë rrjetet sociale. Unë për shembull, nga gjithë kjo gjullurdia që u bë në rrjetet sociale, kosovarët, Zebervok, ne këti, kam pas mesazhe të jashtëzakonshme suportuese nga populli i Kosovës. Biles shumë kolegë të mi që ishin me grada në Kosovë, në strukturat e policisë shtetit, më kanë shkruajtur të shqetësuar realisht dhe më kanë thonë, ky është numri im, në moment që ti do të kalosh kufinin në Kosovë, me ma boni telefon edhe të nxjerr një patrull që të shoqëroj gjatë gjithë kohës, dhe i kam thonë, no sense o plak, se në fund ditës unë jam vend tim. Unë shqiptar, aty tok shqiptar që është muhabet me shoqëruar. Unë përfitoj nga rasti i falenderoj shumë për kontributin e dhënë, a kupton, sepse realisht ishte le të themi një suport nga ana e tyre, a kupton, pa më fare, a kupton, dhe vinë dhe ofron në atë lloj kontributi. Je shumë keq për këtë luftën e komenteve që nis është toksike shumë, është toksike. Të them të drejtën, kam qesh pafund në çdo lloj komenti që është bërë, në çdo lloj kërcënimi që është bërë dhe në çdo lloj titulli portales që është shkruajtur. Kupton, siç nxorën një tashit së fundmi që unë nuk shkova turoj gjestin për humbjen e vet tragjike që po. Dhe unë tash dhe realisht shu jam që në momentin që unë marr vesh një diçka të hidhur për dikë, maksimumi që mund të bëjmë si njeri është të lutem për ndjerin dhe për familjen. Tash më nuk pëlqejnë këto formalitetet e rrjetet sociale, postime, servilizma, më the, tash si kam pas ndonjëherë, a kupton? Edhe s'mund ta bëja për këtë rast, sepse unë nuk njihem fund ditës, unë s'njihem fare personalisht me të. As ai s'mjef mua personalisht, as unë nuk e njoh atë personalisht, nuk kemi taku qoftë herë me shkëmbyer një llap, a kupton? Do unë s'kam pse hedh diçka dhe postoj diçka sepse dashka opinioni publik. A kupton? Sepse duket shumë servilizëm i tepruar, siç ishte rasti jo telefonave, jo më the. Në fakt u bë pak situatë. Tash jo e pëlqyeshme. Edhe për këtë prapë u paraqykova unë se bëni se përvok, edhe ka akoma mërirë. Ku kam pas ndonjëherë mëriun me gjestin e shkret. Çka më pasu më ri për me atë, s'kam pas kur. Nuk e di, ti e mbrite atë? Jo, pas kam arrit fare, çfarë çajnati i bie me pas atë? Nisur nga këto situatat e Instagramit, ndonjë koment që Mariusi ka bërë në ato kohë, normalisht. Jo, s'kam bërë si lloj, unë isha në xhirime të filmit Nathin, a kupton? Jo, nuk po flas për këtë kohë, flas për atë kohë. Po, ishte pjesa e lojrave që unë biles unë s'kam fol kur keq për të. Unë kur ka hyrë Gjesi në lojë, thash tash do marri ngjyrim loja, a kupton, sepse ai kisha ndjek lojën e tij në formatin tjetër në Kosovë. Po. Edhe do kisha dash me thonë drejt që ta kisha arrit, sepse realisht ishte bërë lojë interesante, sepse ai ka ato të vetat, unë kisha ato të mia, dhe normalisht duke njohur lojën e tij unë disha se ti përgjigjesh, a kupton? Kishte gjitha. Do ishte mjaft interesante. Unë s'e kisha menduar ndonjëherë që një përballje mes ju të dyve, përballje në kuptimin e lojës, jo përballje konflikti. Nuk do kisha pas kur, sepse unë kisha dashamirësi dhe simpati për atë si individ për lojën që bën. A kupton? Ishte shumë i lezetshëm sepse nuk mundi marr serioz asgjë, sepse ai duket si vocerrak. Po pra mua me që e përmendëm, më duken një personalitet dhe temperamente
kaq të ndryshme sa Se sjellja e tij për shembull mu nuk do as do ofendohesh diku, as do merresh personale diku sepse tash është si shohësh një fëmijë tek salozën atë shefin e vet dhe ti përveç se jo vetëm që nuk e merr inat apo mërzitesh, si thon, po thjesht qesh me veprimet e tij. Kjo është e gjitha. Ambase është koha që realisht bëjmë thirrje për paqe dhe dashuri. Sa më shumë dashuri se. Po si mund ta diskutojmë këtë gjë, jemi bërë në rrjetet sociale, ti thua një gjë edhe aty shpërthejnë komentet edhe ti bësh një ekspozitor. Sidomos për çështje kaq banale, çështje krajinore, jemi gjithë shqiptar, më çfarë është ky muhabet aman, është. Jo, kjo është po edhe pjesa tyre pastaj që dalin dhe komentojnë shajnë e mallkojnë pa pikë lidhje, domethënë për gjona që janë funditës, janë thjesht shfaqje televizive. Janë mbi gjitha një shfaqje, një show, e kupton. Por turot të mallkot tjetri me shpirt sikur ti më pasenon familja e tij ose fëmijët e tij ose të afërmit e tij, e kupton, ti ore seriozisht kanë të njëjtën. Kjo do të thotë që televizioni dhe formatet të tilla, si ajo apo të ngjashme kanë një impakt të frikshëm tek njerëzit. Njerëzit e marrin hiper seriozisht. Po patjetër, për ne thash për pjesën e mënyrës se si luajnë, se thash njeriu e merr të mirëqen çdo lloj gjëje që dikush bën në një format ngjashëm televiziv. Dhe nuk mendon që është shtirje, ai thotë është kështu karakteri i tij, është kështu personaliteti i tij. Edhe kjo është gjëja në tërësi. Për pak të drejtova tani me emrin Zeber. Zeber. Po s'kam gjë, çfarë mësu? Do të përgjigjesh aqësisht edhe po thoshë Zeber. Harrova. Meqense unë jam nga Vlora. Dialektin e Vlorës. Ora, po, ndonjëherë vëlla, nuk e di ta bëj fiksës, po. Se mund të fiksja. Po do dua bëj. Bë asë nga fjeri. Nga fjeri unë nga fjeri kam dhondrin, kështu që e bëj. Po shiko, aty ku është puna ke dialektet, unë për shembull, po kem një tekst të shkruar, pa kem çdo lloj dialekti, se s'ka rëndësi, po mjafton që ta di tekstin, unë e lexoj dialektor për shembull, e bëj dialektin, a kupton, ose po të dëgjoj ty një bisedë tatën, unë ta bëj pastaj ty gjithkohon bisedën erë vlla ç'a bën qyshjeti, mire. Ore, vajte gjëja tjetër ti merrni ato. Nuk flasi kështu fjerak. Po qysh e flasin? Ne ndush aty janë e vlla. Po qysh ti je kështu e moderuar e vlla, je kështu nga ato atje që e ke bër shkollë, e ke bër tera pa lërë tani. Se ti je na fjerit tamam, të më flasësh dialekt kështu do flas. Nuk flasim kështu, ja. Do një nga Vlora për shembull që nuk e dinte që ti se ke emrin Zemër Voki, do thoshte ore Voki. Ore Voki, çfarë bëno? Nuk kam pas ndonjëherë të bëj tamam me pas shoqëri me vlonjat. Kam pas një. Ja, të erdhi dita. Të erdhi dita. E gjete një shok vlonjat. Po ky është vlonjat i zbutur, çe do? Jo, kam pas. Po ti mos e thuaj kështu që ta marrin vesh gjithë që janë vlonjat i zbutur. Jo, nuk se do më dalin në më presin te urë mi folin. Unë nuk thash se s'kam pas shok, dhe s'kam shok nga Vlora, po them shok që flasin le të themi dialekt pur. Që flasin dialekt. Po.